Përshëndetje gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 9 deri në datën 15. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, plus që është dhënë dhe ana astrologjike, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë, por edhe eklipsin, sepse ka ndikime të gjata. Atëherë do fillojmë në lidhje me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Gjithsesi është një javë ku Jupiteri, që ka qenë shenjë negafores, do kthehet në rrugën e duhur dhe do ndikoj pozitivisht te ju. Atëherë shohim energjinë e shenjës së dashit. Atëherë ju shoh që jeni në një energji ku kemi të bëjmë me shenjat e ujit, shenjat e ajrit dhe shenjat e ujit përsëri. Ju mund të keni dhe ascendentin ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës shoh një çlirim shpirtëror nga ju, lajme të mira në lidhje me dashurinë. Shoh që do keni shumë emocione në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose në rastin tjetër do keni lajme të mira në lidhje me punën, me shtëpinë, me familjen tuaj, por është një javë që ndikon dhe te pasuritë tuaja të paluajtshme, por edhe me çështje të ndryshme familjare. Gjithsesi, në mesin e javës do keni kujdes sepse do keni kundërshtime mendimesh, ose ju do ndjeni që ju bëhet një padrejtësi. Ndërsa, për pjesën tjetër, mund të jeni dhe vendi punës ku ju keni disa ide, aty do keni kundërshtime në lidhje me punën tuaj, por gjithsesi ju shoh që ju do vazhdoni me idetë tuaja. Dhe në fund të javës ju shoh që jeni duke festuar. Në lidhje me një person, ndoshta të shoqërisë tuaj, mund të njihni një person që e keni në shoqërinë tuaj dhe ose ju do njihni në fundjavë një person të shoqërisë tuaj. Dhe aty do jeni duke festuar, ndoshta do shkoni të pini një gotë ose diçka tjetër dhe aty njihni një person. Për pjesën tjetër, ju do festoni në lidhje me fitorin që do ndjeni në lidhje me situata të ndryshme, që mund të jenë çështje me familjen, me shtëpinë, me pronat, me punën, me paran, mund t'i merrni gjitha llojet e situatave. Është një javë fantastike, thjesht kujdes në mes të javës se mund të keni disa tensione ose kundërshtime mendimesh në familje, në punë ose edhe në lidhje me disa prona. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju keni të bëni me energji të shenjave të ujit, me energji të karta e të dashuruarve, që kemi dhe energji në shenjës së luanit, por kemi dhe energji të shenjave të zjarit. Atëherë, ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh që ju ndjeni shumë të kënaqur me veten, do ndjeni shumë të gëzuar, ndoshta edhe do argëtoheni gjatë kësaj jave, por do keni lajme të mira, mund të ndjeni mirë në familje, në punën tuaj, por ju shoh në një pozicion shumë të mirë, të gëzuar, por dhe me lajme të mira, dhe me shumë emocione brenda vetes. Në mesin e javës shoh që ju do hyni në një njohje. Ndoshta kjo njohje ju ka sjell këtë energji kaq të bukur, ku ju do keni një takim me këtë person, do ndjeni shumë të dashuruar dhe shohim që mund të jetë një person i shenjave të zjarit, sepse është një person që ka shumë pasion në lidhje me ju. Është i vendosur në qëllimet e tij, është shumë karizmatike, është një energji femërore në fakt, po mund t'i merrni të dyja energjitë. Dhe për pjesën tjetër ju shoh që do keni lajme të mira në lidhje me partneritetet, ose në lidhje me shëndetin, në lidhje me punën, në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni gjatë kësaj periudhe.
Gjithsesi është një person që do t'ju mbështesi nëse keni situata të tjera dhe unë ju shoh që ju do jeni të vendosur në qëllimet tuaja në fund të javës, në lidhje me çfarë do lloj situate, si në lidhje me dashurinë, nuk tham edhe marrëdhëniet do jenë më të konsoliduara, ndoshta ju do ndjeni më të dashuruar, do keni më pasion në marrëdhëniet tuaja, por ju shoh që ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni në fund të javës. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjitë. Jemi te energjia e shenjave të ajrit, përsëri te energjia e shenjave të ajrit dhe jemi te karta e botës që ka 4 energji. Energjia e shenjës së Denit, Akrepit, Virgjëreshës, Luanit. Ju mund të keni dashëdenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi në fillim të javës shoh që jeni në një pozicion ku keni kaluar, keni pas eksperienca në lidhje me gjithçka, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por edhe në situata të ndryshme që kanë lidhje me dokumentat, gjithsesi ju shoh që ju do filloni të merrni vendime bazuar në logjik, më me mençuri gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi ndoshta do t'ju rritet edhe vetbesimi, sepse shoh që ju keni marrë eksperjenca në lidhje me gjithçka. Dhe kjo ka lidhje si në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, në lidhje me një dashuri. Dhe shoh diskutime, fillime të reja. Mund të jetë fillimi një dashurie të re. Ju mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri në lidhje me dashurinë. Shoh që do keni shumë diskutime në lidhje me një person. Për të mbyllur diçka flasim, për gjithë ata që kanë për të mbyllur diçka. Në fakt kemi edhe atë Jupiterin në Gaforin datën 11, kështu që ju do keni më vetbesim, do merrni vendime të rëndësishme si në lidhje me dashurinë, me një fillim të ri. Do mbyllni cikle të vështira që mund të keni pas në jetën tuaj, shumë diskutime në lidhje me punën tuaj, në lidhje me anën tuaj ekonomike, por edhe në lidhje me të ardhmen tuaj, sepse unë shoh në fund të javës ju e mbyllni këtë cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur për ju. Është një javë fantastike edhe në lidhje me shenjën tuaj. Shoh shumë diskutime në lidhje me institucione shtetërore, çfarë mund të keni, dokumenta i mbyllni vështirësitë dhe shoh që këtu çliroheni nga situata të ndryshme që keni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Atëherë kemi atë Jupiterin që është futet del nga retrogradi dhe kthehet në drejtim të drejtë në shenjën tuaj dhe është një periudhë që ju do keni një periudhë shumë të mirë, por që vazhdon deri në muajin qershor. Gjithsesi, ju shoh që ju një pjesë prej jush mund të jeni një sekret, një fshet, mund të mësoni diçka, ose në rastin tjetër mund të jetë dikush që ju vrojton ose ju i vrojtoni në mënyrë të fshehtë. Dhe kemi energji të shenjave të ajrit. Këtu kemi energji të shenjës, kemi kartën e gjykimit dhe kemi energjinë e shenjës së Demit dhe shenjës së Peshores. Gjithsesi mund të mësoni një sekret, një të fshehtë, ju mund të jeni shumë nuk e di të ndiqni njëri dikën në mënyrë të fshehtë ose ju ndjek dikush në mënyrë të fshehtë, por gjithsesi ju shoh që ju do merrni një vendim. Këtu merret një vendim dhe këtu flasim në lidhje me personat që mund të keni një distancim emocional, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për gjithë ata që kanë një shkëputje,
ose për gjithë ata që kanë një person në distancë dhe ju do merrni vendim për të bërë një fillim të ri, që të marrë zhvillime të mira. Por mund të jetë edhe një vendim që ju mund ta mbani akoma sekret. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me do ndikojnë lidhje me punën, me familjen, me shtëpinë, mund të jenë disa sekrete aty, ju i mbani pak të shehura këto sekrete dhe shoh që do merrni vendime të rëndësishme. Mund të jetë në lidhje me një shtatzanim, mund të jetë në lidhje me punën, me parat, por shoh që janë fillime të reja që ju do t'i bëni dhe do marrni zhvillime në të ardhmen. Do marrni zhvillime shumë të mira, mund të them. Është një energji fantastike, pavarësisht fillimit të javës që ju do jeni në këto situata, ndoshta mund të keni dhe frikra brenda vetes ose diçka tjetër për të mbyllur diçka, dhe për të filluar diçka të re. Këtë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme. Mund të ketë lidhje me dokumentat, me shëndetin, me ndoshta dhe me studimet tuaja, por mund të ketë lidhje me parat, me anën ekonomike, me një shtëpi ose me punën tuaj. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju e mbyllni këtë cikël të vështirë, merrni vendime të rëndësishme dhe bëni fillime të reja. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ne shohim energjinë edhe për shenjën tuaj. Dhe kemi energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të ujit përsëri. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh në fillim të javës, ju keni kaluar shumë probleme, mund të kenë qenë probleme në lidhje me fëmijët, me familjen, me dashurinë, mund të kenë qenë probleme në lidhje me punën tuaj, ose vështirësi të ndryshme që ju keni kaluar. Gjithsesi ju shoh që ju do filloni të gjeni rrugën tuaj për të çuar gjërat para, si në lidhje me një njohje që mund të jeni, sepse shoh një fillim të ri, për gjithë ata që duan të bëjnë fillime të reja, do keni shumë emocione ose personi ka shumë emocione në lidhje me ju, por gjithsesi shoh që ose ju ose personi tregojët pak sekret, ose mund ta ndiqni dhe këtë person në mënyrë të fshehtë, në mënyrë sekrete. Ose mund të mësoni dhe disa sekrete në lidhje me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që mund të keni pas probleme në marrëdhëniet tuaja, ju do t'i lini mbrapa këto vështirësi ose në punën tuaj dhe ju shoh që do bëni fillime të reja, do keni lajme të mira, por ju do mundoheni t'i mbani gjërat tuaja sekrete, mos t'i nxirrni. Ose në rastin tjetër me një fillim të ri që do bëni, mund t'jeni sekret ose mund të zbuloni edhe një sekret. Këtë mund ta merrni në situata të ndryshme, mund të jetë vendi punës, mund të jetë në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me shëndetin për një pjesë tjetër, me familjen, mund të merrni situata nga më të ndryshme. Gjithsesi mund të ketë lidhje edhe me çështje dhe situata të ndryshme, ose ju mund të përdorni edhe një strategji në lidhje me fillimet e reja. Por ndërkohë duhet keni kujdes edhe nga persona që mund t'ju manipulojnë. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë do shohim energjitë. Jemi te energjia e ajrit, jemi te energjia e gafores, energjia e hënës dhe jemi dhe te energjia e shenjave të zjarit. Gjithsesi ju shoh në fillim të javës, nuk e di, por mund të keni marrë goditje ose merrni një zhgënjim, ose ju do ndjeni pak të mërzitur, ose një pjesë tjetër mund të jeni edhe në një trekëndsh, dikush tjetër mund të futet në më vjen keq, por kjo energji erdhi, ndoshta është për një pjesë specifike. Një person i tretë ose ju mund të futeni në një marrëdhënie, nuk e di, dhe shoh një zhgënjim që mund të merrni, ose ju mund të jeni dhe të mërzitur, të lënduar,
në lidhje me diçka. Kjo mund të ketë lidhje dhe me punën, me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, ose me çështje dhe situata të ndryshme dhe ekonomike, mund ta merr në të gjitha llojet e situatave. Në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, me dokumenta të ndryshme, dhe në mesin e javës ju shoh që keni shumë paqartësi. Ndoshta ju nuk i shikoni gjërat qartë në lidhje me këtë situatë, me një situatë trekëndshë ose zhgënjimi që mund të keni, ose dikush ju tradhton, dhe mund të jenë edhe personat e vendi punës, jo domosdoshmërisht tradhti në çift. Gjithsesi, ju shoh që ju do jeni do keni paqartësi, duhet keni kujdes sepse mund ju bëhen prapaskena në lidhje me diçka këtu. Është një prapaskenë që bëhet në lidhje me një trekëndsh, më duhet ta them. Gjithsesi, mund të keni këtë mund të jeni edhe te vendi punës ose në lidhje me shtëpinë, me familjen, me disa para ose çështje dhe situata të ndryshme. Por janë gjëra që ju nuk i shikoni qartë, sepse ndiheni shumë të trubullt ju shoh këtu. Ose janë dhe persona që ju rinë shumë afër, por janë persona që ju bëjnë prapaskena. Gjithsesi, ju shoh që ju jeni do keni një komunikim, ndoshta me këta persona keni dhe komunikim, mund të jenë personat e vendi punës tham, keni një komunikim, merrni lajme të shpejta dhe mendoni ndoshta edhe në lidhje me një udhtim. Ose ju në fund të javës mund edhe ta aplikoni në lidhje me një punë, me emaile, ose të keni një lidhje shumë të fortë me rrjetet sociale. Por gjithsesi shoh që keni lajme të shpejta, veprime të shpejta, por dhe udhtime në lidhje me pjesën tjetër. Duhet keni kujdes në fillim të javës, në mesin e javës, sepse kjo energji erdhi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Atëherë jemi te energjia e shenjave të ujit, jemi te energjia e shenjës së Virgjëreshës, por jemi dhe te energjia e shenjave të ajrit, që jeni dhe ju vetë. Atëherë në fillim të javës shoh që do ndiheni shumë mirë nga ana emocionale, do ndiheni të gëzuar, mund të jeni edhe duke pasur emocione në lidhje me një person, ose mund të keni një njohje të re, është një person që dëshiron t'ju tregoj këto emocione që ka në lidhje me ju. Gjithsesi është diçka që ju keni bërë shumë durim në lidhje me një dashuri. Edhe pse gjërat kanë qenë jo pozitive në lidhje me këtë dashuri, ju jeni munduar t'i trajtoni më pozitivisht. Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me njohjet, me lidhjet, me marrëdhëniet, por edhe me një njohje të re. Sepse shoh që keni bërë shumë durim, duhet keni pak kujdes me pjesën e shëndetit ju thot, dhe në fund të javës shoh që ju do filloni t'i bëni gjërat më me mençuri. Kjo mund të ketë lidhje, me shëndetin, mund të ketë lidhje me humorin tuaj, ku ju nuk e di keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme, por mund të ketë bëjë edhe me jetën tuaj të përditshme, ndoshta me punën, me fëmijët, me familjen, por dhe gjithçka tjetër. Gjithsesi fundi i javës ju bën që ju keni marrë eksperjenca dhe do filloni të shikoni gjërat më me mençuri. Do merrni vendime më me mençuri, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me familjen, me shtëpinë, për një pjesë tjetër ndoshta me anën ekonomike, për gjëra që ju keni bërë durim, por dhe me gjithçka tjetër. Jeni në fund të javës jeni duke marrë vendime bazuar në logjik, në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akretit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë jemi te energjia e shenjës së Gafores, jemi te energjia e shenjave të ajrit dhe jemi te energjia e shenjës së Luanit. Gjithsesi ju shoh që ju në fillim të javës
nuk e di, por do ndiheni, do keni pasiguri, do keni paqartësi në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën nga ana ekonomike. Në rastin tjetër, mund t'ju bëhen prapaskena. Mund t'jem prapaskena në lidhje me dashurinë, mund t'jem prapaskena në lidhje me punën, ose dhe në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi në mesin e javës shoh që nuk e di, një pjesë prej jush keni paqartësi në lidhje me një person. Ky person është një person që është shumë sekret, ju ndjek në mënyrë sekrete, por ju do t'i lini mbrapa këto situata dhe do gjeni forcën për të ecur përpara. Por ndërkohë gjitha këto situata ju kanë zbukuruar dhe ju kanë bërë më të fortë, ka qenë një lloj karme në lidhje me ju. Në fakt jemi në një periudhë karmike dhe ju gjeni forcën për të çuar gjërat para. Kjo mund të ketë lidhje, tham, në lidhje me një dashuri, me një person, mund të jetë që ju jeni sekret ose dikush ju ndjek në mënyrë sekrete, por në rastin tjetër mund të jetë në lidhje me punën tuaj, me disa prapaskena që mund t'ju bëhen, mund të jenë edhe persona që ju rinë afër, por në rastin tjetër mund të ketë të bëjë dhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, në mesin e javës shoh që do përdorni një lloj strategjie në lidhje me këto situata. Mund të jetë një strategji që tregoni në te vendi punës, në lidhje me anën ekonomike, por dhe me situata dhe çështje që mund të kenë lidhje me dokumentat, me studimet, me anën shëndetësore, dhe në fund të javës ju shoh në këmbët tuaja me një forcë të brendshme për të ecur përpara, për të çuar gjërat para dhe duke lënë gjithçka nga këto situata mbrapa. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës të shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, dolën 3 letra, mund të kontaktojnë në WhatsApp. Atëherë ju shoh që jemi te energjia e tokës, energjia e ujit dhe energjia e karrocës e gafores. Në fillim të javës ju shoh që ndjeni të pakënaqur, ndjeni të pavlerësuar, ndoshta ju keni dhënë shumë në një njohje, lidhje ose marrëdhënie dhe keni marrë shumë pak. Në rastin tjetër mund të keni punuar shumë fort, por jeni të pakënaqur me të ardhurat që keni. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe në situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi në mesin e javës shoh që nuk e di, do futeni në një njohje, mund të jetë një njohje re, takoheni me këtë person, do jeni duke shkëmbyer emocionet, por për një pjesë tjetër mund të jeni edhe duke diskutuar shumë në lidhje me pakënaqësitë që ju keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe në fund të javës shoh që ju do jeni më emocional dhe do filloni të jepni drejtim situatave në lidhje me dashurinë, në lidhje me emocionet tuaja, në lidhje me një person që keni në jetën tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër që ka lidhje me punën, me anën ekonomike ose me çështje dhe situata të ndryshme që keni, në mesin e javës do jetë një person dashamirës që do t'ju mbështesi në lidhje me këto situata, me pakënaqësitë që ju keni. Edhe pse shohim që mund të jeni shumë të kundërt me këtë person, por është person që është dashamirës dhe do t'ju ndihmojë. Dhe në fund të javës ju do arrini të jepni drejtim çfarë do lloj situate. Në rastin tjetër mund të keni dhe udhëtime të ndryshme, por mund të jepni drejtim çështje të ndryshme që kanë lidhje me fëmijët, me shtëpinë, me familjen, me paran, me pronat, por edhe me situata të tjera që ju mund të keni. Kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciatit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë do shohim energjinë edhe për shenjën tuaj. Atëherë jemi te energjia e shenjave të ajrit, jemi te energjia e shenjës së Demit,
dhe përsëri në energjinë e shenjave të ajrit. Ju mund të keni dhe hënë ose ascendente në këto shenja. Gjithsesi, fillimi i javës ju shoh që keni kaluar shumë eksperjenca në jetën tuaj, si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju t'jeni të tregoni pak më të ftohtë, por të përdorni më tepër pjesën e logjikës, ose ju t'jeni të përdorni shumë pjesën e mençurisë në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni kaluar. Një pjesë tjetër mund të keni të bëni me institucione shtetërore, me pjesën e dokumentave, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me çështje gjyqësore, ose në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin tuaj. Dhe në mesin e javës, shoh që ju do jeni si të mbrojtur nga një energji më e madhe, nga energjia e universit. Për një pjesë prej ju, shoh që do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me një dashuri. Do keni një takim me këtë person. Për pjesën tjetër mund të keni një bashkëjetesë ose një fejesë, ose ta finalizoni këtë lidhje që ju keni, të shkoni dhe në altar, ose të mendoni për ta çuar këtë lidhje përpara, por dhe në marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për pjesën tjetër do keni kontrata të rëndësishme, mund të jenë kontrata pune, mund të jenë në shkrime të kontratave të ndryshme që ju mund të keni, partneritetet që do jenë partneritetet mira, dhe në fundin e javës ju do t'jepni drejtim gjithçkaje. Ju do lini mbrapa situata dhe çështje të ndryshme që kanë qenë të vështira për ju. Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, dhe unë shoh që ju do t'jepni një drejtim më të mirë dhe më të qetë për situate që ju mund të keni. Ju do hidhni dritë në rrugën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, kemi kartën e botës që është energjia e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëresha dhe Luani. Dhe jemi përsëri te energjia e shenjave të tokës. Shoh që ju nuk e di dëshironi të investoni në një dashuri, ose ju dëshironi të rrisni të ardhurat tuaja te vendi punës, një pjesë tjetër mund të jeni duke studiuar ose duke studiuar më shumë në lidhje me anën studimore për një pjesë prej jush, ose duke studiuar çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni në lidhje me rritjen e rrogës, ose në lidhje me një punë që ju sjell më shumë të ardhura. Për pjesën tjetër, por e shoh që jeni më tepër te energjia e monedhave, kur jeni duke studiuar çfarë lloj situate ekonomike që ju do keni. Dhe në mesin e javës shoh që mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri. Ju mund të mbyllni një cikël ku ndoshta nuk e di, një pjesë prej jush dëshironi të investoni dhe në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni, por diçka do mbyllni vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente, për të filluar një cikël të ri. Por ju shoh që ky cikël i ri mund të jetë për pjesën e beqarëve, mund të takoni një person te vendi punës që tërhiqet nga ju dhe ju mbyllni diçka për të filluar diçka tjetër. Por për pjesën tjetër ju shoh që ju dëshironi të rrisni të ardhurat tuaja, mund të mbyllni dhe një punë për filluar diçka tjetër, një punë tjetër, por kjo punë do t'ju sjellë të ardhurat të vogla. Nuk është se do ketë të ardhurat të mëdha, edhe pse te vendi punës do jeni të admiruar, do ta pëlqejnë punën tuaj, por shoh që të ardhurat sikur janë në rënje. Duhet keni pak kujdes në lidhje me anën ekonomike gjatë kësaj jave. Gjithsesi ju do mbyllni çështje dhe situata të ndryshme dhe do çliroheni gjatë kësaj periudhe, por ky çlirim vjen edhe me një energji më të ulët në lidhje me ju. Në kuptimin që nuk do vinë gjërat ashtu si ju i keni menduar. Ndoshta këtu ka diçka më shumë dhe këtu ka diçka më pak. Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve.
mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju keni të bëni me gjitha shenjat e horoskopit, sepse kemi kartën e magjistarit, energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë dhe përsëri energjitë shenjave të ujit. Atëherë ju shoh në një energji në fillim të javës, ju ndiheni sikur gjithçka është në dorën tuaj për ta realizuar. Shoh një mbështetje të madhe nga universi. Dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, me njohjet e reja, në lidhje me lidhjet, marrëdhëniet tuaja, ose në rastin tjetër në lidhje me punën nga ana ekonomike, për një pjesë tjetër në lidhje me çështje situata të ndryshme që kanë lidhje me dokumenta ose institucione shtetërore. Për disa të tjerë në lidhje me qëllimet që ju keni, ndoshta me kontrata ose me punë të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Por shoh që është një lloj karme për ju. Dhe në mesin e javës ju shoh për pjesën e beqarëve mund të njihen me një person në një grup shoqëror ku mblidheni, jeni duke festuar diçka dhe aty njiheni me një person. Shoh një person që ose ju do jeni duke ëndrruar rreth këtij personi. Ndërsa për pjesën tjetër shoh festime në shtëpi, në familje, në punë, ose edhe në lidhje me anën ekonomike. Por edhe me realizimin e diçkaje, ju do ndjeni mirë dhe do jeni duke e festuar këtë. Në fund të javës ju shoh jeni me sëndrave dhe iluzioneve. Ju ndoshta gjithë ky realizim që do jetë në fillim të javës do t'ju futi pak në botën tuaj të ëndrave. Ju do jeni duke ëndruar rreth një dashurie, rreth një pune, rreth një çështje ekonomike, rreth situatave të ndryshme që ju mund të keni. Po, kur themi ëndra dhe iluzione, këto qëndrojnë përsëri në kuadrin e ëndrave dhe të iluzioneve. Edhe pse shohim që nuk ka asnjë gjë reale nga këto që ju mund të ëndroni. Gjithsesi të ëndrosh është bukur, asgjë të keqe nuk ka, të gjithë ëndrojnë. Atëherë kjo ishte për ju, është një javë fantastike gjithsesi. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj edhe një herë të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse aty përfshihet i gjithë muaji dhe është dhënë ana astrologjike plus taroti. Videot e javës, sepse gjithmonë edhe java ka ato është me detajuar, por dhe video me tema të ndryshme, tema për dashurin, por edhe eklipsin që ka efekte gati 40-50 ditë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj video, një javë sa më të mbarë dhe dëgjojmë në videot e radhës.